Dëshmimi I Pjetrit mbi Jezusin. Kur Jezusi arriti në krahinën e Cezaras San Filipit, I pyeti nxënësit e vet: "Çë thonë njerëzit? Kush është biri I njeriut?" Ata përgjigjen: "Disa thonë se është Gjon Pakëzuesi, do të tjerë Elia, e do të tjerë Jeremia ose një ndër profetët. Po ju?" U tha atyre: "Çë thoni, kush jam unë?" I përgjigji Simon Pietri: "Ti je Mesia, biri I Hyjut të gjallë." Atëherë Jezusi I tha: "I lumi ti o Simon, biri I Judës, sepse këtë nuk ta zbuloi mishi e gjaku, por Ati im që është në qiell. Edhe unë po të them, ti je Pjetër shkëmb, dhe mbi këtë shkëmb unë do ta ndërtoj kishën time, dhe dyert e ferrit do ta ngall njëin kundër saj. Ty do t'i jap qelësat e mbretërisë së qiellit. Gjithçka që lidhësh mbi tokë do ta jetë lidhur edhe në qiell, e gjithçka ta zgjidhësh mbi tokë do të jetë e zgjidhur edhe në qiell." Atëherë u urdhëroi nxënësve që të mos I tregojnë askujt se është ai Mesia.